Thot Allahu te bareke ve teala, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Thot Allahu te bareke ve teala, juve ju bëu obligim me luftue, ama ju s'keni qef. S'keni dëshirë me luftu. Mirë po ndodh që ju diçka s'keni qef, ama jo shumë e mirë. Dhe ndodh diçka që ju me dash, ajo është shumë e keqe. Allahu e di, ju nuk e dini. E tani Allahu na çon në këtë ngjarje këtë mësim. Rezumen e kësaj. Ne nëse e lexojmë këtë ngjarje, krejta sebepët e gëzojnë Firaunin. Këtë sebepët e gëzojnë Firaunin. Shtet po, pushtet po, qeveri po, ushtri po, pare po. Çka ka mundësi me dash njërin dunja këti ka pas. Ama thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ka mundësi ju gëzon diçka ama sharr për juve. Ka mundësi njeri ban mëkate, thot u knaqa. Ka mor kredit, thot elhamdulillah, trupin ven, sinin ven, veshin ven, kur gjans po m'gjen. Këto hoxalar të mitën të në thanë se ka mata shumë e keqe, ama që unë e po ha po pi, kur gjans po m'gjen. A keni të gju njerëzit? Bajnë harame, thot kur gjans po m'gjen. Munafikat në kone për nga mberit a.s. Allah ju zbrit ka ajete dhe i zbulonte dhe i korritte. Dhe një ditë për ditëve, ato e shirin sabah, trupi me vetë, frima po, mushknit të punue. Dhe qka than? Pse s'pëna donon Allah i bu, mbit të thonë ki ju munafikat, pse s'pëna donon. Kështu e mendojnë do njëzit Allahu Gjellë Gjellalu. Si ta bojë zume, hajde be moj, ku met ajo, qka thave ti? Qka thot Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an? Hasbuhum jahannam. Bolle kanë gjenemin. Bolle kanë gjenemin. Po në alo nuk i këna morë dhe shka në gjenemi. A e dina në shka në gjenemi? Të ndërruaj që me ti atë ploqën të shpia, në e dorën pak. Apo, do njëherë pa hiri, pa dëshirue, sigurisht do njëherë në banjo të ka dalë ujnë zetë flak, apo, pa hiri të ka dalë. Apo, e i ke mori nati me banjo, me shpi, me ketë, apo, veç me pak. Allah thot, hasbuhum jahannam. Vale e parë në krije, këtë ja u ka zënë se shka ka në puna. Allah në rujpi gjenemit. Gjenemi a punë në randë. Pse në të agjeru? Mësë më në ra që të valë në krije, mësë më në ra zjarë në gjenemi në krije. Andaj, qika, Allah që thot, leje në të gëzohet ki, leje Firaun në gëzohet. Apo, ama të bon gjuna, kur t'i vene dakiki, anë shumë i keq. E këtë sebepët e kanë mërzit nanën e Musait a.s., motrën e Musait, Harun a.s. Kretë janë mërzit këto, pse? Firaun ju ka hip në qaf. Ama thot, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Po ndodh diçka ju me urrejt, ama ma e khairit për juve. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, mos mendoni se, për shembull, kur besimtari apo njeriu në përgjithësi bën gjuna, ato u kënaq. E kundërta. Kënaqësia në ibadet, ani pse duket i lodhshëm. Tash merrne për shkak se na kita xhurushëm, Allah e bof kabull pi neve. Kreta tash ka sa xhurojnë thonë gjuna, ta ndit spi uj. Çka i thuti gjuna ti? A kanë ti çështu? Por çemo me mor njëri për shkak se ka sa xhurue. Ai thot, u lodhët vallajti. A keni pas zakonisht agjerim të lehtë, me ju agjeronin ajo. Dalin këto zakonisht, a ki po, sa të vjen agjerim të lehtë ju dëshirojnë besimtarëve. Ti për veti ti ha dhe pi, apo? Ata ju duket se na në siklete, në vështirësi, realisht, kush është në knatësi e kush është në vështirësi? Kush është në knatësi? Sa shpejt janë iftari, dhe? Wallahi, që ka shpejt ka marrë dhe dekja. Që ka shpejt, apo? Qiko? Që iftari? A në këtë diskutimet e tona cila, si agjerimi shumë i lejt. Flat po, shkurt po, ma mirë kur do. I mjeri a që ka sa gjeron. I mjeri a që ka sfalet, i mjeri a që ka nuk i besejsh dhe Allahu Gjellë Gjellalu. Sa shpejt ka mi ka përci vakti, a i tuce, pa e hupat komoditetin e mëkatit. Për këtë asyri në të regon Allahu në këngjarje, se i lumë të rështa i cili ban i badet Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj një dit për ditve Ahnef ibn Qajsin, i djetari madhi muslimaneve, që ki Ahnef ibn Qajsin të ndëruar xhamatli, o ka njeri më i mëshirshëm i kabilis vet. A i disa i ka pas kabilia vet 120.000 njerëzi. 120.000 njerëzi. Vini re. Një ditë për ditëve nu dhe që këtë njeri e shanë njeri. E shanë. Edhe e shanë. Edhe i thot, tja s'fola. Thot, jo, nuk foli. Thot, muë, me më shanë dikush qështu që shpët shajun e tije, ja këthaj me 3-4 fish. Ka thonë muë me më shanë sa dushën s'ta thamë në një fjallë. Thot, imam dhe hebiju.
e shanin Ahnef ibn Qaisin nuve, a 120.000 njerëzit kabiles vet I kishte hazër kur doj ga dëshmëri. Andaj kur janë pyet dietarët pse Ahnef ibn Qaisi u kon zotnia I 120.000 njerëzve të familjes vet, kanë thënë me butësinë e vet. Se kur I pari s'ka butësi, s'ka mëshirë, s'ka dëmshuri, s'ka stabilitet, s'ka mundësi me udhëheq 120.000 njerëz. Andaj Ahnef ibn Qaisi e pyetën ide kanë thënë, shumë betu agjëru jashtë Ramazanit, adhurim, tu fal Kur'an, as lodhësha. Çka tha? Sherri ditën e Kiametit ama I gat. Kjo nalët, sabri nalët, iftari vjen, ama atë ditë s'ka mu kthi prapa. Andaj ka thënë, më mirë të durojmë adhurimin dhe të bëjmë sabër në adhurim dunja se të adhurojmë xhenemin e Zotit. Mena e bo neve të ndëruar që më li një furë të madhe, një furë me zarmë 200-300 gradë në zetë, me zarmë ta. Edhe me të thonë neve, apo falë që apo him furë? Qa bojnë ana? E bona një jetë mi falë 400.000 reqate. A edhe në qështu, pse? Po kush himër e më furë? E pse? Njani me thonë, jo, banë një jetë 4 milion, hishbe miliarda vetë ka mu falë. Dhe zërë Allah ka mund me në po qështu, po na ka kalzue, ka dale. Kam gjenem, mos luj me gjenemin, mos luj me gjenemin. Andaj, a ju dukët juve se na I bajnë më pëtit Allah I quma? Ti që I falë di reqatën sabat, du duk shumë ki ba. 5 vakt që I falë, pas sunete, dukët shumë ti që ku me di që ka jem të ba una. Ti edhe sunetet nëse I falë, atu du duk shumë që I të ba. A që agjeron, kanë të nëmujnë, shumë atu du duk për Zotina. Pa di që ka I vje mës me I në gjenem Zotit Gjellë Gjellalu. A di që ka I vje mës me ka përci ka gjenemi. Allah I la mësof kur mës me ka përci ande, ja Rabbel Alamin. Vape madhe. Për këtë asyje, më mirë të bojmë durim. Qfarë? Në hithësit që ndonjëherë I ka agjërimi, namazi, zeqati, ka një lloj, ta prish pa komoditetin. Ta prish komoditetin kur ti kalon një vajzë dhe ti zban me këshirë. Ta prish pa komoditetin. Se nefë që të këshireve, ta prish pak. Ama ditën e Kiametit ndron hesapi. Ditën e Kiametit ndron hesapi. Për këtë arsye, Allahu na tregon në këtë ngjarje se Faraoni u gëzojke dhe u kënaqke, ama nuk e dinte se në çat lum në të cilin e nisi jetën Musai, në qatë lumë ka me e pas vdekën aj. Apo në qatë lumë, aja detyrove Musai në qatë lumë me rapo, te qaj ki me vdekti. Për këta syje, te qaj uj me të cilin I torturon të fmit, te qaj uj e mbyti Allahu subhanahu wa ta'ala, te qaj uj shka u krenonte, wa hadhihi anhari tajrimin tahti, këshire nilin kiti jemja, këshire këto lumet kitë mit janë, Allah I tha, a janë tut po? Te jo, ti këna me të mit, në bortan këna me të mit.